Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Po vuani nga tiroidja, ushqimet që duhet i hani me patjetër, bëjnë mrekullin për tiroidet. Gjëndra tiroide ndodhe në pjesën e përparme të qafës dhe prodhon hormonet të tiroides të cilat kanë ndikime në zhvillimin fizik dhe mendor, zhvillimin e qelizave dhe në metabolizëm. Sëmundjet ose çrregullime shëndetësore mund të ndikojnë në funksionet e gjëndrës tiroide duke shkaktuar një veprimtari hiperaktive ose të ulët të saj. Ekuilibrat e gjëndrës tiroide janë të rëndësishme për të parandaluar dëmet në shëndet ose në procesin e plakjes. Këto ekuilibra mund të kthehen nëpërmjet konsumit të disa frutave dhe perimeve të cilat arrin të ruajnë më mirë shëndetin e gjëndrës tiroide, citon WebMed. Boronicat janë të pasur me antioksidant që ndihmojnë në paksimin e hipotiroidizmit ose veprimeve të ulta të tiroides. Nëse doni të keni funksione sa më natyrale të saj dhe më të shëndetshme, atëherë boronica duhet të jetë aleati juaj më i mirë një ndër frutat mushqyese jo vetëm për organizmin, për shëndetin mendor, por edhe për tiroidet. Studimet kanë treguar se boronicat janë të parat për sa u përket sasive të antioksidantëve në krahasim me 40 fruta dhe perime të tjera. Boronicat përmbajnë vitamina dhe minerale që ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit në trup dhe shmangjen e problemeve. Qershit janë të pasur me antioksidant me vitamina që japin trupit një nivel të mirë të mbrojtjes ndaj sëmundjes. Qershit janë një frut i jashtëzakonshëm për ruajtjen e funksioneve të tiroides. Domatet janë një burim i jashtëzakonshëm i seleniumit. Ai mendohet të jetë më i miri për gjendjen e tiroides, duke rregulluar funksionet e saj në përmirësimin e funksioneve imunitare në organizëm. Seleniumi ndihmon në rregullimin e aktivitetit të hormonit të tiroides dhe neutralizon molekulat e paqëndrueshme në organizëm, citojnë ekspertët e WebMed. Kungulli është një perime e pasur me antioksidant dhe të dhënat tregojnë se kungulli është shumë i mirë për gjendrën tiroide për shkak të niveleve të jodit që gjenden në të. Gjëndra tiroide gjithashtu është shumë e rëndësishme të ekuilibrohet përmes produkteve të duhura. Ajo ka nevojë për jod që të funksionojë si duhet. Nëse keni mungesë jodi, atëherë gjëndra tiroide nuk ka fuqinë e duhur të prodhojë hormonin e tiroides. Lakrat e vogla të Brukselit. Këto lakra të vogla janë thjesht mrekullueshme për sa i përket aftësive të tyre për të ndihmuar në shëndetin e mirë të tiroides. Bizelet. Zinku është i rëndësishëm për gjendrën tiroide dhe gjenden me bollëk te bizelet. Pamjaftueshmëria e zinkut vjen tre shpesh te femrat që janë të prekura nga hipertiroidizmi ose shtimi i prodhimit të hormoneve të tiroides. Kjo sepse hormonet e tepërta në trup eliminojnë zinkun. Për një shëndet më të mirë të tiroides, duhet të përfshini edhe salmonin. Disa studime sugjerojnë se shumica e njerëzve që vuajnë nga sëmundja Hashimoto ka nivele të ulta të vitaminës D krahasuar me njerëzit e tjerë. Dozat e ulta të vitaminës D lidhen me nivele më të larta të antitrupave të tiroides. Këto antitrupa aktivizojnë sistemin imunitar për të sulmuar indet e tiroides që shkaktojnë inflamacione dhe vështirësojnë funksionin e tiroides. Merrni 600 njësi vitaminë D çdo ditë për të parandaluar inflamacionin, kështu tiroidja mund të funksionojë më mirë. Salmoni është një nga burimet më të mira të vitaminës D, ku një racion me të mund të ofrojë 570 njësi vitaminë D. Nëse nuk ju pëlqen peshku, mund të gjeni këtë vitaminë te lungu i portokallit, qumshti dhe vezët. Frutat e thata. Frutat e thata, sidomos arrat, janë të pasur me selen, një mineral që luan një rol të rëndësishëm në prodhimin e hormoneve nga tiroidja. Seleni ka gjithashtu fuqi antioksiduese. Gjendjet autoimune si sëmundja Hashimoto mund të rrisin inflamacionin. Seleni mund të ndihmojë në lehtësimin ose parandalimin të inflamacionit nëpërmjet fuqive antioksiduese. Fasulet e bardha. Një kup me fasule të bardha të gatuara siguron 8 mg hekur, një mineral që shumë njerëz, sidomos gratë që janë në fazën e hyrjes së menopauzës, kanë në vështirësi ta marrin mjaftueshëm. Mungesa në hekur mund të pengojë aktivitetin e enzimave që prodhojnë hormonet të tiroides. Duhet të keni parasysh dy gjëra. E para, trupi ka të vështirë të përthithë hekurin, prandaj nevojiten ushqime të pasur me vitaminën C që ndihmojnë në absorbimin e tij në trup. E dyta,
Hekuri mund të ulë efikasitetin e ilaçeve për tiroiden, prandaj sigurohuni që t'i merrni këto ilaçe të paktën 4 orë para ose pasi keni ngrënë një vak të pasur me hekur. Përveç ushqimeve që duhet të hani, ka dhe ushqime që duhet të reduktoni siç janë perimet e familjes së lakrës, gluteni. Gjithashtu, flisni me mjekun tuaj për përdorimin e kripës dhe algave të detit, pasi ato mund të ndikojnë në përkeçimin e shëndetit tuaj të tiroides. Për të ndihmuar në funksionet më të mira të tiroides, duhet të konsumoni disa ushqime efikase. Ekspertët në fushën e shëndetësisë rekomandojnë disa ushqime që ndihmojnë në mirë funksionin e tiroides. Produktet e detit. Peshku, gocat e detit, karkalecat janë burime shumë të mira të jodit. Ju keni nevojë për jod për një tiroide të shëndetshme. Megjithatë, duhet të shmangni ushqime të pasur me jod si algat e detit. Frutat e thata. Fistikët, bajamet dhe frutat e thata janë burime shumë të mira të hekurit. Arrat ndihmojnë në tiroide në 2 mënyra. Nuk janë vetëm një burim i mirë i hekurit, por janë gjithashtu të pasur me selen, një mineral që ndihmon me tiroiden. Me vetëm një grusht në ditë nga ky frut i thatë do të mund të merrni dozën e nevojshme të selenit. Ushqimet jeshile. Spinaqi, sallata me perime të tjera të gjelbra janë burime të mira të magnezit, një minjer që luan një rol të rëndësishëm për organizmin. Lodhja, ngërçet muskulare dhe ndryshime në rrahjet e zemrës mund të jenë shenjë e mungesës së këtij minerali. Kripa. Tiroidja ka nevojë për jod që të funksionojë si duhet. Shumë njerëz e marrin këtë element nga dieta, zakonisht nëpërmjet peshkut ose produkteve të bulmetit. Sigurohuni të përdorni krip të ionizuar në shtëpi. Mund ta kuptoni atë nga etiketa që ajo përmban. Gjëndra tiroide është një gjëndër e vogël e vendosur në pjesën e përparme të qafës. Luan një rol vendimtar në rregullimin e metabolizmit, rritjen dhe zhvillimin e saj. Fatkeqësisht, shumë njerëz vuajnë nga problemet e tiroides, si hipotiroidizmi ose hipertiroidizmi, të cilat mund të ndikojnë në cilësinë e jetës së tyre. Për fat të mirë, ka ushqime që mund të mbështesin funksionin e tiroides dhe të nxisin mirëqenien e përgjithshme të saj. Algat. Nëse vuani nga hipotiroidizmi, algat e detit janë aleate të shkëlqyera sepse ushqime natyrale të pasur me jod janë ato, një element i nevojshëm për funksionet normale të tiroides. Arrat e kripura. Një tjetër ushqim që mund të ndihmojë tiroiden janë arrat. Arrat braziliane, arrat makadamia dhe lajthit janë burime të mira të selenit, të cilat ndihmojnë në mbështetjen e funksioneve të shëndetshme të tiroides. Peshku. E njëjta gjë vlen edhe për peshkun, i cili është i pasur me acide yndyrore omega 3 dhe selen, të cilat të dyja ndihmojnë në uljen e inflamacionit. Salmoni, merluci, levreku janë disa nga peshqit që rekomandohen. Produktet e qumshtit. Ndër ushqimet e rekomanduara për të reduktuar inflamacionin e tiroides janë produktet e qumshtit si kosja, kulloret, qumshti që përmban jod, i cili nevojiten tiroides për të parandaluar entjen e gjëndrave tuaja. Vezët. Vezët e freskëta përmbajnë shumë selen dhe jod, lëndë ushqyese që janë të dobishme për shëndetin tuaj të tiroides. Ato janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për organizmin tuaj. Gjëndra tiroide prek pothuajse çdo sistem të trupit. Hormonet që prodhojnë burimin janë energjia dhe nxitja e organizmit. Kur puna normale e gjëndrës tiroide është e rrezikuar, metabolizmi juaj ngadalësohet, jeni të lodhur, bie përqendrimi dhe lëkura bëhet e thatë. Kjo gjëndër e vogël nuk funksionon si duhet, pasojat mund të jenë të mëdha. Ullumtimet mjekësore kanë konfirmuar se jodi është përgjegjës në prodhimin e hormoneve të gjëndrës tiroide. Pa jod, mund të prodhojë vetëm sasi e kufizuar e hormoneve. Mënyra më e mirë për të siguruar funksionin e duhur të gjëndrës tiroide është një dietë e ekuilibruar që përmban jodin dhe konsulte vazhdueshme me mjekun për çdo ndryshim të mundshëm që mund të keni. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.